أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi në muajin Rajab dhe në këtë muaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam I ka ndodhur një mrekulli, prej mrekulli më të mëdha që ja ka dhënë Allah subhanahu wa ta'ala Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ajo është mrekullia e cila është e njohur, mrekullia e Isras dhe Mi'rajit. Pra udhëtimi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili u bë prej Mekkës në Palestinë, xhamin Aqsa, pastaj ngritja e tij nga xhamia Aqsa mbi 7 qiella dhe deri ku ka dashur Allah subhanahu wa ta'ala për të nderuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe l'Isra është e përmendur në Kur'an me ajet. Dhe është një surët al-Isra, ndërsa Mi'raji nuk është I përmendur direkt në Kur'an, por nga disa ajete nënkuptohet se pejgamberi alayhis salam ka qenë mbi 7 qiella. Allah xhaleshan thot në Kur'an Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Pa të mejtë është lartmadhëria e tij që robin e vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Harimit, pra prej Ka'bës, deri në Mesxhidi Aqsa në Palestinë. Pse ja dha këtë mrekulli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo pse boni këtë udhtim? Thot Allah Taala në vazhdim të ajetit Alladhi barakna hawla, thot rrethinën e të cilës e kemi bekuar, pra rrethinën e xhamisë Aqsa, vend Palestinës, është vend I bekuar. Pse thot linuriyahu min ayatina, për t'ia treguar atij disa nga argumentet tona. Pra inshallah pastaj nëse kemi kohë sot e përmendim çka ka ndodhur gjatë këtij udhëtimi, po nëse jo atëherë në mbrëmje inshallah në ligjëratën e mbrëmjes folni pak më xhansisht për Isra dhe Mi'rajin. E thot Allah Taala për t'ia treguar atij disa nga argumentet tona. Pra gjatë këtij udhëtimi prej xhamisë prej Ka'bës deri në Aqsa, pastaj ngritja e mbi 7 qiella, a pejgamberi alayhis salam ka mi pa disa nga argumentet e Allah subhanahu wa taala që çdo njeri nuk I shef ato. Pra vetëm Muhamedi alayhis salam dhe pastaj I ka treguar të gjitha këto se çka pa natën e Isras dhe Mi'rajit. Innehu huwa samiul basir, vërtet Allahu ndëgjon dhe sheh gjithçka. Pra muciza, mrekullia e Isras është e vërtetuar me tekst kuranor dhe thonje të vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo musliman e ka për detyrë ta besojë bindshëm se Allahu subhanahu wa taala robën e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në një pjesë të natës e bori që të udhtoi prej Mesxhidi Harimit, prej Ka'bës deri në Mesxhidi Aqsa, pra në Palestinë. Pra është obligim të besohet Israja, se është me Kur'an. Dhe të gjithë dietarët islam të hershëm e të vonshëm, dietarët e hadithit, pra muhaddithinët, mufesirët, fukahat, historian, kanë dalë në përfundim se mrekullia e Isras dhe Mi'rajit I ka ndodhur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me trup dhe me shpirt, I zgjuar e jo në ëndër. Pra kjo është besimi ahli sunne wal jamaa. Se udhimi pejgamberit alayhis salam, I cili u bën prej Mekkës në Palestinë, pastaj ngritja e tij mbi 7 qiella, ka ndodhur me trup, me shpirt, I zgjuar, jo në ëndër. Dhe jo vetëm me shpirt, se disa thonë vetëm shpirti I tij, me trup, sepse fjala e Allahut në Kur'an që thot subhanalladhi asra. Asra do të thot udhëtimi I cili bën gjatë natës. Edhe udhëtimi thot
kur njëri e ban i zgjuar, me trup e me shpirt. Halas kanë të gjumë, dikan me thonë, pronë udhëtova kesh deri në Australi. Kur me shkoti në Australi edhe u ktheve, po në ndër. A i thotë udhëtim ndrës nuk i thotë. Vetëm shpirti, për shembull në bas hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur besimtari bjen me abdes natën, i lutet Allah të ban dhikën dhe bjen me abdes, thot shpirti i tij ngritet në qiell pa u shkëput prej trupit, gjatë natës. A i thotë sa udhëtim? Nuk i thotë udhëtim. Sepse argumentet që flasën në Kur'an, në hadith të pejgamberit alayhis salam, mrekullitë e pejgamberit alayhis salam, duhet i kuptojnë në bazë gjuhës arabe. Allah xhaleshon po thot subhanalladhi asra. Ja mundsoi robit të tij të udhton. Asra, fjala isra apo asra në gjuhën arabe do të thot udhtimi i cili bën gjatë natës. Por këtë Allah pra e ka përmend saktë se asra, udhtimi i cili bën gjatë natës, një pjesë e shkurtë e natës, me trup, me shpirt, i zgjuar, jo në ëndër. E ka shumë njerëz të cilët pretendojnë se janë musliman, apo në emën të Islamit flasin thonë një udhtimi pejgamberit alayhis salam a bën vetëm me shpirt, apo me ëndër. Kjo nuk përputhet me ajetin. Nëse thonë me ëndër, apo vetëm me shpirt, nuk përputhet me fjalën e Allahut subhanalladhi asra. Se thon fjala asra në gjuhën arabe është udhtimi i cili bën gjatë natës. E për këtë, pra ne i kundërshtojmë ata të cilët thonë se pejgamberi alayhis salam e ka bën këtë udhtim me shpirt apo në ëndër. Besimi jonë, e ahli sunne wal jamaa, sipas Kur'anit dhe Sunetit dhe gjithë dietarët të hadithit, të tefsirit, të historianëve, të fuqahave, të gjithë kanë rënë dakord se udhtimi i pejgamberit alayhis salam natën e Isras dhe Mi'rajit ka qenë me trup, me shpirt, i zgjuar, jo në ëndër. Pra kjo është besimi i drejtë. Allah xhaleshon gjatë kësaj nate Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja mësoi të sheh do sende të cilët syri njeriu të rëndom nuk i sheh. Dhe udhimi i tij, të cilin e boni pejgamberi alayhis salam prej Qabës në xhamin Aksa, e boni me një mjet të udhimit, me një kafshë që Xhibril alayhis salam ja solli nga xhenetit, ai ishte kafsha El Buraq. E Buraqi e ka marrë emrin nga se kuptimi Buraq e ka marrë nga fjala vetëtim. Vetëtim është e shpejt, thotë dhe kjo kafshë e ka shpejtësinë, as shpejtësinë e madhe ka pas, që ku i ka pasirja që e ka bën hapin. Domethënë që e ka nuk komën. E për këtë në pjesë shkurtë të natës, thua se pejgamberi alayhis salam u zgju nga shtrati, Xhibrili alayhis salam e zgjoi nga shtrati, e mor, shkon te Kabe, i fali dhe rekat namaz, hipin Burak, shkoi në xhamin Aksa, në xhamin Aksa aty u bë imam i gjithë pejgamberëve. Tubimi më i madh që ka ndodhur, që të jetë pejgamberi alayhis salam imam i 124.000 pejgamberëve, të gjithë ja tu bëj Allah subhanahu wa taala në xhamin Aksa. Prej Ademit alayhis salam deri te Isa, pejgamberi para fundit te Isa alayhis salam, të gjithë kishin pas vdek, përveç Isa i cili është në qiellin e ditë, është ende gjatë, të gjithë tu bëj Allah subhanahu wa taala, por ndër te Muhammed alayhis salam, dhe u bë imam i gjithë pejgamberëve. Pastaj dul nga xhamia Aksa dhe me Xhibril alayhis salam u ngrit e përpjet për në qiellin e parë, në ditën 3, 7 dhe mbi 7 qiella deri ku dashte Allah subhanahu wa taala. U kthi pranë xhamin Aksa, e mor Burakun, u kthi për në Mekë, thonë disa që përshkruajnë Isra dhe Miraj, thonë ende shtratën e kishte nxehtë. Dhe më thonë për një pjesë shumë të shkurtër, po s'ja është be mundër tash prej Qabës me shkuën në Palestinë, mund gjin mbi 7 qiella, gjithë ato thim me bë për një pjesë shumë të shkurtër natës. Allahu qadirun ala kulli shay, Allah është i plot fuqishëm. Ai bën çka don. Ai është ta shkurton kohën, ai ta shkurton rrugën e udhëtimit. Allah është i plot fuqishëm. Allah xhaleshon si ja ka mësuar me lajkeve ta bojnë udhëtimin, për shembull Xhibril alayhis salam që me lajket të zbresin prej qiellit 7 në tokë të ngritën prapë të natë për një kohë shumë të shkurtër. Si ja mësoi Allah subhanahu wa taala Sulejmanit alayhis salam udhëtimin e një muaji ta boje për një kohë shumë të shkurtër. Si ja mësoi Allah subhanahu wa taala Dhulqarneinit, i cili është pejgamber disa thonë evlia, udhëtimin e një muaji ta boje për një kohë të shkurtër. Si ja mësoi Allah subhanahu wa taala atij besimtar të devotshëm në kohën e Sulejmanit alayhis salam ta sjellë frontin e Belqisës, sa mshele Çelsin. Një prej xhinë prej shejtanit i tha Sulejmanit alayhis salam, thot o pejgamber Allah, thot unë ta sjelli atë fronin e Belqisës për
sa kohë thot, sa ta krishti këtë me gjlisin, këtë nejën tonë e këto, kur ta krishti unë e kam sjell. Allah thot në Kur'an atëherë unë ngrit një prej robëve të tu të devoqëm, dhe ai tha, o pejgamber Allah, unë ta sjelli sa mshele qelsin. Tash sipas neve, sipas aftësive tona, a mund me prun diçka? Ti tash më thon me shku te stacioni i trenit, shko sjellëm diçka, do një 20 minuta gjysore. Me kartu shkuetar. A ku ishte fruni i Belqisës, ku ishte Sulejmani alayhis salam? Ja prun sa mshel e qelsin. E Allah është qadir ala kulli shay, është i plot fuqishëm. Edhe Muhamedi alayhis salam ja mësoi prej Kaabës, me shkon xhamin Aksa, prej xhamis Aksa mbi 7 qilla, mu kthi pra poshtë, mu kthi në Mekë për një kohë të shkurtër të natës. Pra kjo është besimi i ahli sunne wal jamaa, se dhe fjala asra tham subhanalladhi asra bi abdi lejlen, një pjesë të natës. Nuk tha një kohë të gatë, lejlen, një pjesë të natës, ja mësoi Muhamedi alayhis salam të udhton prej Mekës në Palestinë, në xhamin Aksa, dhe të gjitha ato çuditëra që i pa pejgamberi alayhis salam gjatë udhëtimit, pastaj që pa mbi 7 qilla, e pa hinin në xhennet, e pa xhenemin, e pa me lajkët, e pa Beitul Ma'mur, i takoi pejgamber të Allahut në çdo qill, disa pejgamber hipën dhe mirëpritën pejgamberin alayhis salam. Për të gjitha këto inshallah sonte në ligjëratën mbrëmje që e kemi ora 7:45 minuta, inshallah do të flasim më gjashtësisht për këtë mrekulli të pejgamberit alayhis salam, dhe ne përkujtojmë këtë mrekulli sepse është për plot mësime. Pra në festet islame që i kemi, shpesh e kemi thënë, festet tona që janë festet islame janë për plot mësime, për të ardhmen tonë, për jetën tonë të përditshme dhe për të ardhmen. Festë të tjera që po i bojnë atë dynjas, ato po janë për një natë, s'ka asë mësim, vetëm ka dehje, ka budallakia, ka harame, edhe harxhon pasuria, harxhon koha, i bën Allah plot gjunohe dhe në fund del i humbur. Ndërsa këto festet islame, sikur Isra dhe Mi'raj, apo bajramet tona, apo lindja e pejgamberit alayhis salam, këto janë për plot mësime. Pra udhëtimi i pejgamberit alayhis salam mëson shumë gjëra, muslimani nga ky udhëtim mëson se çka ka mbi 7 qilla dhe çka pa gjatë udhëtimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pra kjo mrekulli Isra dhe Mi'raj ka ndodhur në këtë muaj, pra në muajin Rajab, në 26-in në Rajab i ka ndodhur kjo mrekulli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe është për mrekulli më të mëdha. Më e madhe është Kurani. Mrekullia më e madhe e pejgamberit alayhis salam është Kurani, i cili është deri në ditën e Kiametit, pra para se u bë Kiameti. Pastaj mrekulli tjera të mëdha, një prej tyre është kjo El Isra wal Mi'raj. Elusim Allah subhanahu wa taala që të na shton diturinë islame të dobishme dhe ta praktikojmë dhe ta veprojmë dhe që u mësojmë të tjerëve, sepse dituria islame është jeta e islamit, pra jeta e muslimanit. Ilmuddin hayatul islam. Dituria islame është jeta e islamit. Ki islam mbahet, ki islam praktikohet me dituri. Pa dituri nuk praktikohet islami, as namazi, as një gjë tjetër. Inshallah Allah xhaleshan na shton diturinë e dobishme dhe të veprojmë sipas asaj diturie. Elusim Allah subhanahu wa taala të na falë gabimet tona, të na mëshiron mbi tokë ndërtokë dhe në ditën e gjykimit, dhe në fund elusim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.